kandidat i degës së LDK-s në Hantelezit për kryetar të komunës, por është edhe privilegj të jesh në ballë të lidhjes demokratike të Hantelezit. Njëherë është edhe përgjegjësia e imja dhe kandidatëve për ansamblen komunale nga subjekti politik i LDK-s, të cilën parti e themeloi presidenti historik i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Kësaj partie o i prim me mjaft sukses kryetari i tashëm dhe i pranishëm në sell, Zoti Isa Mustafa. Për kandidatët e juaj, për këshilltarët kuvendit komunës, sepse është shumë e rëndësishme për ne që ta kemi shumicën e këshilltarëve në kuvendin komunal. Dhe unë ju garantoj që me këta këshilltarë dhe me Zotin Gjyqtar në kryt komunës, ju do ta keni zgjidhjen më të mirë dhe do ta keni rezultatin i cili do të pasojë jo vetëm pas 4 viteve, por rezultati i cili do të shihet shumë shpejt në këtë komunë. Unë ju uroj shumë suksese, ju uroj shëndet gjithë juve, ju falenderoj për këtë pjesëmarrje të madhe dhe ju ftoj që me 3 nëntor të dalim bashkërisht gjithë. Të votojnë për njeriun për cilin ne i kemi shpresat, se do të jetë zgjidhja më e mirë për këtë komunë, dalim për njerëzit që janë të propozuar për këshilltar të kuvendit komunal dhe atyre bashkërisht i japim votë.